Rreth 800.000 armë dhe municione të zhdukura nga Ukraina dyshohet se kanë përfunduar në tregun e zi evropian, duke ngritur alarmin se një pjesë e tyre mund të kenë rënë në duart e mafjes italiane Cosa Nostra, e cila po kërkon të modernizojë arsenalin e saj me armë të teknologjisë ushtarake. Sipas të përditshmes italiane Il Fatto Quotidiano, që nga viti 2022 janë zhdukur ose vjedhur 780.465 armë, ndërsa 149.000 prej tyre vetëm gjatë 5 muajve të parë të vitit 2026. Gazeta thekson se pjesa më e madhe e këtij arsenali përbëhet nga furnizime ushtarake evropiane të destinuara për Ukrainën. Sipas raportimit, një pjesë e konsiderueshme e këtyre armëve ka përfunduar në tregun e zi evropian, ku kanë zgjuar interesin e organizatave kriminale, në veçanti të mafjes siciliane Cosa Nostra. Alarmi u dha nga kryeprokurori i Palermos, Maurizio De Lucia, gjatë një seance përpara Komisionit Parlamentar Italian Antimafia, ku ai paralajmëroi se organizata mafioze po përpiqet të rindërtojë një arsenal të nivelit ushtarak. Rindërtimi i një arsenali cilësor, falë dhe armëve të kontrabanduara nga fronti ruso-ukrainas, ku në 4 vjet janë zhdukur pothuajse 800.000 copë. Kjo është ajo që po përpiqen të bëjnë njerëzit e Cosa Nostras. Ne e dim interesin e mafjas për armë më të sofistikuara, ato për shembull në tregun e zi të lindura me luftën ruso-ukrainase. Kemi shenja të blerjes së dronëve lëshues, armë nga të cilat nuk jemi të përgatitur të mbrohemi, deklaroi Maurizio De Lucia. Sipas prokurorit, mafja siciliane nuk synon më vetëm armët tradicionale, por po kërkon të sigurojë dron luftarak, granata hedhës dhe sisteme të tjera moderne, të njëjtat që përdoren në konfliktin në Ukrainë dhe që më pas kanë hyrë në rrjetet ndërkombëtare të kontrabandës. De Lucia tha se Cosa Nostra besohet se tashmë përdor armë si pushkët automatike AK-47, ndërsa policia italiane ka sekuestruar edhe eksploziv me fuqi të lartë shkatruese. Sipas Il Fatto Quotidiano, armët e sekuestruara deri më tani janë gjurmuar në rajonin e Salentos në jug të Italisë, por dyshohet se origjina e tyre është Ballkani, ku besohet se vijnë nga rezervat e krijuara gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Megjithatë, sipas prokurorit, mafja tashmë po kërkon burime më të avancuara armatimi, duke e zhvendosur interesin drejt armëve që kanë dalë në qarkullim gjatë luftës ruso-ukrainase. Ai paralajmëroi gjithashtu se shërbimet italiane të sigurisë nuk janë aktualisht të përgatitura për të përballur me këto sisteme të reja armësh, veçanërisht me dronët luftarak, që mund të përdoren nga grupet kriminale. Gjatë raportimit përpara Komisionit Antimafia, De Lucia ngriti shqetësime edhe për situatën në burgjet italiane, duke theksuar praninë e përhapur të telefonave celular dhe telefonave inteligjent në qendrat e paraburgimit. Sipas tij, kjo mundëson bosëve të mafjas të burgosur të vazhdojnë të drejtojnë aktivitetet e organizatave kriminale dhe nga qelit. Ndërkohë, mediat italiane theksojnë se shtetet evropiane që furnizojnë Ukrainën me armë nuk publikojnë detaje të plota mbi dërgesat ushtarake, gjë që e bën shumë të vështirë për autoritetet ligjzbatuese të gjurmojnë rrjedhën e armëve dhe të identifikojnë se si ato përfundojnë në tregun e zi evropian.